Durim Bami, njeriu I cili u dyshua dhe u arrestua si vrasës I penduar I dy deputetëve Doshi dhe Fufi, do të kërkojë lirimin nga masa e arrestit në Burg. Pak ditë pas konkluzioneve të prokurorisë së krimeve të rënda, se I gjithë historia e një komploti vrasjeje ishte e sajuar, Durim Bami mbahet ende në arrest në paraburgimin e fushkrujes. Ekziston një dyshim për një akuzë e cila realisht nuk është një vepër penale shumë të rëndë e cila rezultoi që shumë shpejt që nuk ishte kryer dhe ky është momenti që mendojmë që është cënuar padrejtisht liria e tij dhe ne mendojmë që është momenti që prokuroria dhe gjykata të reflektojnë në respektimin e ligjit. Avokati I mbrojtës thotë se brenda 10 ditëve prokuroria e Tiranës do t'i kërkojë gjykatës kompetente kërkesën në të cilën do të shprehet për llojin e masës së sigurimit për Bamin, me një tjetër akuzë për të cilën ai dyshohet se është në hetim dhe për të cilin avokati Mata thotë se ende nuk ka dieni. Ato kushte për të cilat u caktua masë e sigurimit arrest në Burg kanë rënë. Pra është dhënë masë sigurimi arrest Burg për një vepër shumë të rëndë, për vrasje funksionar publik. Dhe dyshimet e reja që pretendohen se mund të vërtetohen nëse jo, janë ato një vepër penale e cila ka sankcion gjobës e Burg deri në 5 vjet. Dhe kjo vepër nuk ka rrezikshmëri të tillë të theksuar dhe të veçantë shoqërore që të aplikohet masa e sigurimit arrest në Burg. Por duket se Durim Bami do të jetë çelësi I zgjidhjes së çështjes Doshi. Në rast se drejtësia do të tregohet e padrejtë me të, ai premton se do të flasë. Është momenti ku ne do të kemi argumenta të forta ligjore për të konkluduar se ky shtetas nuk mund të mahet me masë sigurimi arrest në Burg, me atë akuzë që mendohet ose dyshohet që mund t'i ngelet, që ka parashikim ligjor dhe gjop. 2 ditë më parë, prokurori I përgjithshëm kërkoi të ushtrojë kontroll në banesat e 2 deputetëve, pasi ka të dhëna se ata fshehin një video ku shfaqet Durim Bami që jep një dëshmi në kërcënimin e armës. Ekziston një provë e tillë? Për këtë nuk mund të jap shpjegime, pasi është shumë shpejt, jemi në fazën e hetimeve paraprake. Në kodin e procedurës parashikohet një dispozit ku nuk lejohet nxjerrja e dhënave të tilla deri në përfundim të hetimeve. Unë kam marrë pjesë gjitha procedurat e pyetjes durimit, ballafaqimit, që janë shkruar me zotin Tom Doshi, por këto dhëna unë për momentin nuk mund t'i bëj publike pasi ndalohet me ligj. Prokuroria e përgjithshme po heton 2 deputetët dhe Durim Bamin, se në bashkëpunim sajuan një histori komploti vrasje. Në këtë histori u përfshi klasa më e lartë e politikës dhe dëshmitë e rreme dhënë përpara prokurorëve të krimeve të rënda vunë në pikpyetje lirinë e 2 deputetëve të kuvendit. Avokati Durim Bamit ka gjithsesi një mesazh për të dhënë. Do të kemi brenda 10 ditësh shumë vështuar.